monopatinave elektrike kanë ndezur sërish të debatet të forta në opinionin publik, pasi shumë qytetarë shohin këtë masë si ndërhyrje arbitrare në lirit dhe pronën e tyre. Në kundërpërgjigje të kritikave, Koqiu ndër të tjera ka deklaruar se ky vendim do të qëndrojë në fuqi deri në ndërtimin e infrastrukturës rrugore për të folur mbi shqetësimet e qytetarëve dhe rrethanat e këtij vendimi, por po ashtu edhe në lidhje me një protestë që do të zhvillohet të ditën e sotme, do të shkojmë në një lidhje të drejtë online me Rigel Xhemollarin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty. Dhe pse ndalimi i monopatinave, Rigel, po konsiderohet nga shumë qytetarë si një masë arbitrare? Së pari, ne ditën e sotme në orën 11 përpara Ministrisë së Brendshme do ta dëshmojmë këtë mashtrim apo gënjeshtër që ministri Koqiu ka bërë ndaj qytetarëve, pasi është e padrejtë të thuash që mungon infrastruktura në Tiranë, pasi kolegu i saj Erion Veliaj ka prezantuar në BBC, në CNN dhe në shumë media ndërkombëtare se ka ndërtuar 52 kilometër korsi bicikletash në kryeqytet. Që do të thotë ti biesh kryeqytetit kryeqytetëror, madje edhe me kosto të lartë për bizneset në Tiranë, të cilëve ju është mohuar dhe drejta e parkimit përpara dyqaneve apo bizneseve të tyre. Kështu që kjo është gënjeshtra e parë, apo mashtrimi i parë. E dyta është fakti që është trumbetuar aq shumë që këto monopatinat shkaktokan aksidente në Tiranë dhe kjo është një nga arsyet për të cilat ministri Koqiu i ka mbyllur derën. Po ju jap vetëm një shifër se sa aksidente kanë bërë makinat në 5 vitet e fundit për të bërë një krahasim. Makinat kanë shkaktuar në 5 vitet e fundit 6.000 aksidente me 8.000 të plagosur rënd dhe me 1.000 të vdekur. Do të thotë bilanc lufte. Atëherë çfarë do të bëjmë ne? Do të ndalojmë makinat nga qarkullimi? Pse si ndalon ministri Koqiu për të parandaluar aksidentet? Jo, duhet të zbatohet ligji, qoftë nga efektivët e policisë, apo qoftë edhe nga shoferët, ku në 88% të rasteve fajtorët janë vetë shoferët sepse nuk kanë zbatuar rregullat e qarkullimit. Dhe ajo që ja shkërkuar ministres Koqiu në gjithë këtë periudhë është vendos 3 rregullat kryesore: shpejtësinë, kokoren, korsin e tjera, dhe nuk jemi kundër rregullave. Pra ne jemi që ky mjet të përdoret, pasi ka rezultuar një mjet efikas për ata qytetarë që e kanë punën, shkollën, ambientet ku ushtrojnë veprimtarinë e tyre larg nga rezidenca e tyre. Dhe ka qenë goxha efikas dhe goxha ekonomik në përdorimin e tyre. Përveç kësaj, ka pasur edhe një represion madh nga policia e shtetit për të rrëmbyer këto prona, të cilat janë pronat qytetarëve. Është përdorur një mjet edhe ky për ne është mashtrim, sepse sipas ligjit qytetari kur ble një produkt duhet ta mbajë faturën apo kuponin tatimor vetëm ditën që e ble dhe vetëm 30 metër larg dyqan. Ky është ligji për faturën dhe fiskalizimin. Pra nuk është i detyruar ta mbajë faturën përjetësisht në xhepin e tij, gjithmonë që del me produktin që ka bler.